Përshëndetje shikues të Telegrafit. Po takohemi kësaj radhe për të zhvilluar një intervistë për një temë shumë të rëndësishme, zhvillimi personal dhe profesional në kohën e transformimeve të shpejta. Ndërtimi i marrëdhënieve dhe çësjet që ndryshojnë jetën janë kyçe për suksesin e individëve dhe kompanive. E një ngjarje që synon përgatitjen dhe sjell rezultate të prekshme është Konventa Qëllimi është suksesi yt, e cila tash e disa vite prezanton praktika të ndryshme që prekin këto tema. Me ne sot është Deniz Gafuri, një personalitet me ndikim në fushën e leadershipit dhe shitjeve, një herësh organizator i kësaj konvente. Deniz, faleminderit që gjetët kohë me nda sot informacione për publikun e Telegrafit lidhur me konventën Suksesi është qëllimi yt. Fillimisht, ti si njohës, çka përfaqëson kjo konvent për juve? Okej, Alisa, faleminderit shumë për ftesën. Edhe për prokurorën Telegrafit me vitet e tëra që shprej konventës parë, jam shumë mirënjohës për partneritetin që e kem. Sa i përket kësajna, që ka simbolizon kjo konvent, është një gjarë që një event ku ka për qëllim që mi frymëzu njerëz për me pas sukses çfarë do punës që bojnë. Pra ideja është gjithkush ka mundësi me qenë pjesë e këtij konventi realisht, edhe në çfarë do punës që bën, ka mundësi me bëhe ma mirë punën. Është viti 8 me radhë që organizohet konventa. Të kthehemi pak në kohë, si ka ndryshuar, duke fillu prej asaj të parës, ndoshta me tema të ndryshme, me sfida të ndryshme, tash jemi në 2025 edhe çka ka ndryshuar? Okej, konventën e parë që kem organizu ka qenë parapame dhe fokusume konventa Suksesi është qëllimi yt, dedikume për menaxher shitjes së marketingut. Po në gjë bukur që ka ndodhur, kanë ardhur prej profesioneve të ndryshme. Kanë ardhur arhitekt, doktor, avokat, çdo profesioni, po përjashtë asnjë. Edhe mandej kem thonë që kjo nuk është e parapame, domethënë nuk ka hapësirë për me zhvilluar profesione të tjera, se në një mënyrë ose tjetrën secili prej neve është i përfshirë në shitje, procesin e shitjes, procesin e ndikimit, procesin e komunikimit, të bindjes e këto gjëra. Edhe mandej kem lënë veç konventa Suksesi është qëllimi yt, ku janë përfshim, po mandej janë nisur gjithë njerëz me një hapë që të murit më zhvillu. Edhe çka ka ndryshuar prej konventës parë deri te konventa e 8 që jem të organizuar këtë vit, është që folësit ndrojnë, temat, mundohem me gjetë tema sa më aktuale sas, jonë kërkesë e tregut e njerëzve që kanë nevojë për më mësu, gjithmonë mi dal karshi nevojave të pjesëmarrësve, se na nuk e bëjmë këtë për veti, po e bëjmë për njerëz. Sa është e vështirë për juve me e orientu ose me i gjetë elementet më të rëndësishme për me ndërtu konventën? Po, vështirë realisht nuk është vështirë, po çka bëjmë ulëm tjena, vazhdimisht në çdo ditë jam kontakt me njerëz, vazhdimisht jam trajnime me kompani, prej kompanive më të mesatare që janë të vogla të mesme, deri te kompanitë më të mëdha në Kosovë dhe jo vetëm këtu, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe gjithandej. Kem bërë na trajnime edhe në Dubai, kem bërë edhe në Zvicër dhe në Itali kështu me radhë. Edhe në Akademitë të Ekselencës Biznesit vinë edhe individ prej profesorëve ndryshme. Kështu që na gjatë gjithë vitit na marrim atë feedbackut, kërkesën çka kanë njerëz nevojë dhe mbas asaj mandej e hulumtojmë folsin, e hulumtojmë tremen ose e gjejmë një fol caktuar, i them ti je ekspert i kësaj fushë, edhe ti duhesh më zhvillu çta. Sa është kërkesa jonë. Se në qatë njërë funksionojmë nëse përket temave dhe fatësi përzim. Dalim të temat e këtij viti, pra cilat janë temat bashkë të këtij viti? Okej. Tema aktuale që ne kem është automatizimi i proceseve. Na vjen një prej Kroacisë, një trajner i ndërkombëtar që mban trajnime gjithandej në botë, i cili ka shumë eksperiencë me automatizimin e proceseve të punës, që me sa më pak angazhim me rrjedh puna më mirë, me ndërtu sisteme, e që kjo është një nevojë domosdoshme për secilin punë, secilin biznes, e kështu me radhë që gjithë mundën me mësu për kësana. Është pjesa e procesit shitjeve, që kam pas une, dhe një faktor që posaçërisht këtë fazën shumë sfiduese të ekonomisë që po është që e konkurenca shumë e madhe, shumë e ashtë për ekonomia o vështërsuar, nuk është më lehtë me shit produkte, e si me shit, me pak angazhim, me pas shumë ndikim. Është një temë jashtëzakonisht e rëndësishme, dhe mandej kemi pjesën e marketingut, Sylfian Fisnik Ismaili, ai ka folur pjesën e marketingut dhe përdorimit të AI-s
për me optimizu pjesën e prodhim procese punë dhe pjesën e marketingut, ma andej e kem prej Dubajt vjen një supermarket që vjen e temë Ramadani. Ai ka me folë dhe pjesën e biznesit dhe pjesën e shëndetit, një gjë që na shumë shpesh e lejmë anash, e një mundësi shumë e mirë që në fund e kemi lejmë zotënjë temin, që ai pjesëmarrësit me marrë këshilla edhe për punën e shërimit të trupit, me prej smundje ndryshme se ai njihet ai vetë prej kancerit e ka shëru vajzën e vetë, kur ka të shu analizat e vajzës, gjendën e pa vajzës në Zvicër, ju në habit, si ka është e mundu, ka ki bon me ta. E ka një metodë që ky një naturale, me tretman me ushqim, me suplemente, i te kalon këto, po më ka bazu me fakte, ma ndë e kem një, s'po tham debat, po një bised me 3 supermarkete të fillu prej Shkenda Dubavës, e cila është një super monumentaj, e që ka arrit që franchise-ën që ka kriju vetë një business model të shpërnda gjithë në botë. Diçka shumë e bukur, shumë e madhe. Mandej e kem Silvana Kullën, e cila vjen prej Shqipërisë, realisht ajo ka linë Shqipëri, po zhvillimin, biznesin që ka bërë ka kriju në Itali, edhe tash ka biznes edhe në Shqipëri. Mandej e kem Leonora Kusarin, e cila është drejtoreshe i BRD-s, edhe ajo ka me tregu sfidat me të ato ballafaqohen, me udhëheq me një institucion financiar si BRD-ja me vitet tona, edhe përveç asaj edhe mundësitë i tregon që sa ka mundësi me përkra i BRD-ja bizneset edhe mënyra se si përkra, kështu që je mundu kritikat. Po, gjithë nga pak, besoj që gjithë folësit që i përmendet janë figura të rëndësishme në fushën të cilën operojnë edhe kanë pas sukses, kështu që besoj që ka me qenë model i mirë, si cili për audiencën që pritet të jenë pjesëmarrës në këtë konvent. Le të flasim pak për kompanit. Sa po i pranojnë kompanit bizneset këto, do me thonë, këtë ndryshimin e tregut, edhe a janë të gatshme me qenë pjesë e konventës, edhe me i pa se si mundet edhe zhvillimi personal me ndiku në zhvillimin profesional dhe zhvillimin e kompanisë, po të njëjtën kohë edhe me u rjetizu me njerëz me përvojë ose me ekipe të ndryshme, të cilët operojnë në sektorët që ata pra funksionojnë. Po, shumë pyetje, mirë, faleminderit për pyetjen. Ka shumë kompani, ka shumë kompani që janë të vetëdijshme shumë për rëndësinë e faktorit njerëz që është për pjesë e kompanisë. Edhe ata janë shumë të vetëdijshëm për sa është rëndësishme ata mi zhvillua dhe për mi me dersh me lyp të rezultat për tina. Ti nuk mundesh me kërku rezultat për dikuna nëse ti nuk i ke mësuar me bosi, ose i ke mësuar veç pikat kryesore. Sa i përket gjona që mësohen këtu janë gjona pak më të fella edhe më domosdoshme për me pas sukses çfarëdo profesioni. Edhe ka, të falëndru zotit që ka kompani që janë shumë vetëdijshme, po ka si kompani që i din krejt, s'kam nevojë, na kem punu dhe ishtash, kështu edhe mandej, kur ngjesem me probleme më dhe, hajde i kohë, po ti problemi e vetë ti, se na nëse punojmë në një mënyrë caktume, edhe veprojmë, ose mendojmë, ose flasim në mënyrë të njëjtë, na kemi pas gjithmonë rezultate të njëjta. Nëse na dojmë ndryshu diçka, çka e parë do të me ndryshu mendimet, mënyrë si mendojmë, si punojmë, për me pas rezultate më ndryshme, nuk ka mundësi me pas rezultate më të mira nëse nuk ke ndryshu. Po duhet me hecë në fakt me ndryshimet që po vinë edhe të digitalizimi, edhe të mënyra që si komunikojmë me publikun ose me klientin, me konsumatorin, çfarë do qoftë. Pikrisht është ajo që them që një anomali që po ndodh që po kem raste, është që kompania po zëm don mi trajnu stafin. Po stafi s'don, pritan, më rëndësi ka me shku me dal bira, me shku me pi, a diçka gjanat kota më marë, me shku me pi kafe. Se sa me u zhvillu vetë. A butan, është një gjuna është ajo që firma ty për ta mundësim, për ta pagun krejtë, pa i s'don, Denis, kom që kam i bo, s'po don la. Okej. Po ti, a do mjalon tash ti, ato don, apo s'don, një person, një individit, që shumë shpesh ndodhë që një individ, ndikon negativisht në komplet ekipen. Edhe i toksifikon ata komplet, edhe len
zhvillimin e kompanisë tonë në dorë dikujt tjetër. Po të shpresojmë që konventat e tilla do të vidisojnë ose do t'i motivojnë edhe ekipet edhe kompanitë e ndryshme që të jenë pjesë e ngjarjeve të tilla, sepse vërtet e ka një impakt edhe një rëndësi. Po edhe rezultate, ndoshta sjell rezultate të mira në kompani. Shumë e sigurt që ka me sjell rezultate dhe ka sjell rezultate, po edhe një anomali tjetër, një çudi, për mua habit është që ka plot firma që thash nuk do me zhvillu. Jo, s'kam nevojë. Po vin personat individualisht vin. Fjana e zotnia, kur e pyesin për cilës kompani, tregon alamet kompania. Apo ta pagun kompania? Jo, vet. S'ka kush që më dal mua më rrit dhe më zhvillu. Vet do me pagu. Imagjino çfarë asi. Jo dy kontraste ndryshme. Dy kontraste. Që po hasim gjatë komunikimit me klienta e kështu me radhë, po. Si përfundim jemi në prag të konventës, si po shkon organizimi, a jemi gati, ju si staf, çka po na pret në këtë konvent? Përpos prezantimeve, falseve, çka sjell rreziqet ky vit? Ne jemi gati. Ne jemi përgatitur, krejt jemi gati. Tash është faza më e sfiduese, pjesa detajet e mbrëmacion, është pjesa e biletave, shitjes biletave realisht. Ku njerëz tonë sipas eksperiencës që kemi pas zakonisht i kalon momentin e mbrëm. Krejt tash vitin e kaluar për zëm nuk kem pas, nuk ka desh me imi kthy njerëz. Pse se kalon momentin e mbrëm? I kam po marketingun, i kem kontaktuar me telefon disa herë, se po mandej momentin e mbrëm. A ka ju nuk ka si më shih. Edhe kjo një kulturë, ndoshta. Kultura është si duhet të zhvillu me planifikuar gjëra. Na më shumë planifikojmë pushimet ndete me shku, se sa më planifikoj jetën tonë, zhvillimin tonë, rritjen tonë. Kjo është një sfidë me të ballafaqohemi, po edhe kjo është pjesë e mësuar me këta. It's okay, po ju sugjeru gjithë shikuesve dhe lexuesve të telegrafit që mos talojmë për momentin e mbrëm se s'ka pas vend. Na edhe pak vende na kanë mbetë, edhe le të rezervojmë vendin, edhe le ta shfrytëzojnë kuponi realisht si bashkëpunëtor, si përnder bashkëpunimit që kemi me telegrafin, kanë zbritë gjithë ata që shohin këtë video, vetëm na kontaktojnë rrjetet sociale, po duhet të qenë pjesë e transformimit dhe zhvillimit të, edhe komentin telegrafi. Edhe automatikisht ata kanë me përfitu zbritje 20% prej çmimit aktual. Kjo shkon si bonus, si dhurat për miqt e afërt tonë, partnerët tonë, edhe gjithashtu edhe për konvertën. Por nuk na japa disa hinte që shitojmë ne për... Do hinte... Çka na pret? Përveç shumë vlerave që kanë me marrë pjesëmarrësit, mundësi për me kontaktu, me zhvillu kontakte me zveti, me mundësi për biznes, me zhvillu. Ka me pas të është përbyse dhe aty mrenda, ka me diçka shumë interesant, një energji super e mirë, me muzika, me gjitha, jo ashtu një konferencë, biznesi, kretë boring, bukom, po full energji, eksperiencë jashtëzakonshme me plot vlera, dhe me marrë shënime. Kushdo që vjen, le të vjen për një mes seriozisht më marrë, me marrë shënime edhe me apliku, se zda gjithë kam mundëzutu ata që kanë me implementu gjana, se ne në avim rezultati. Ty falë rezultate që kem pas dhe ishtë tash me konvetat e kalume dhe me trajnimet që kem pas atë na jem të e vazhdu. Vit për vit dhe sponsorizom, kjo lidhet dhe me pyetjen e parë që ma vedose, edhe kjo ne në ashtu sepse do me pas rezultat. Ne nuk në avim poret e të ne, nëse nuk ka rezultat. E bëni më shumë për vlera, se një trajnim, pëzëm, investimin trajnim që është investimi cili bëhet, unë e thamë gjithmonë, investim kërë bëhet të trajnim për zhvillimin tonë, edhe personal dhe profesional, është njëherë i kime e pare, mandej që gjithë jetës kime e marë. është investim e këthim shumë fisht. Këtë mundin të marrë që ato sajnë që mëson, që shton vlerë vete se familjes, se kompanijës, se klientit, ato kur kush mundin të marrë. Po ndalemi edhe të një pyetje, edhe përmbyllim këtë intervistë, këgja më preslën se edhe këgja me, po mendoj me impact besoj të publiku, një këshill për bizneset e reja, pse është e rëndësishme me marrë pjesë në konvent? Pse është e rëndësishme? Do shta me i thonë, mi cek 3 pika kryesore. Une mra ma dërgoj një shok, burimi, një video, është një gjallë që bën në Instagram, i intervista milionerë dhe bilionerat, njerëz më të suksesshëm më të pasur në botë. Dhe njëri për të ne,
ndërsa mu me ndo dhe në fund të emision me po, intervistën me po. E thot, cila është atë gjaja që ty të ka bërë suksesshëm, mu bu bilioner. Thot, njëra për sendeve që ka është me dorë për zonës komforit, me shku me marë pjesë sa ma shumë si convention, konventa, me un network, me dorë me kresan që i profiton, me fillu me implementu njetë. Më shku me vishme për pjesën e mësmi pa klientin, a vetëm si pare po si vlerë, si që është njësimi si afatgjate, se nëse ti është klientin, si veç sot jam ashtu parë, atër kur gjithë njerë kimi jam marë parët, po ide është me pas raport bazum vlera afatgjate. I këto në ton kone, promovojnë ton kone e bojmë dhe na. E vetë një mënyrë është me u zhvillu, me u ngrit kapacitetet tonë, a kema pësirë, në qëfar do punë që bëjmë, gjithë mu me bo mirë dhe ma mirë. Dhe i kurajo njerës që me marë pjesa ma shumë në evente tila që shumë për zhvillimin personal dhe profesional, mande ato vlera mi implementu në punë se pa jo ati vlerën e merë, edhe se nuk e implementar është barazime e zero, edhe rezultatet ju në garantume. Kemi pas njëna prej gjana që kemi pas në konvent kemi qenë edhe njerës pjesë marsit konvent që kanë pru rezultate, që kanë marrë hajrin, ja kanë po. Ka arë personi vitin e kalum konvent, ka marrë pjesë, o është bashkë kanë gjitë në Akademinë e Ekselencës Biznes, dhe ma ndej që kanë fotografia, ato që dënis të kom ble Mercedesin. Dërgon fotografinë të një falenderu një gjana që i kom su prej teje. Një zoj tjetër e kem prej PS, është frizere, edhe thot, kritë sen dhe po kish pa fotografinë në rjetët sociale, ty postu me një grup tjetër që kem bajt trajnim, thot, përmalova shumë, emocionova. Edhe ty falendru asaj që e ty boti, edhe unë i kom implementu krejt, edhe thot që ja kjerën kë kam. Audit që 5 kish ble. Jom lodhë shumë pak këtë sezon, kom fitu shumë pare dhe shumë milion të me punë që. Të me thoja në rezultate të prekshme, dëshmi të zhvillimit të kësaj. Vesh a dënë. Kretur është varë për neve, adin se gjithë mund amuj me gjithë arsye pëse s'banë, po gjithë mund ke mundësi me gjithë ato e dënë. Sa s'ka kush e dalë. Denis, po e përmbylli me këtë, i tekim edhe njëherë datat edhe vendin për gjithë audiencën tonë edhe shihemi në konvent. Pa tjetër, pra konventa e 8 suksesu qëllimi jëtë, ka më mbajt me datën 18 tetor në AMC Hall, prej fillë trajnimi pra ishtë konventa fillon prej orës 10 dhe në ora 14:30, dhe në ora 4 bazite, po preferohet gjithë shqyshtë të marrë pak ma herët, se ka të lovit dhe së të registrohen dhe së e marrën bejgjat, materialin trajnimit, preferohet minimum 9:30 me qenë prezent aty, edhe më knash me mësu dhe më rrit bashkë. Faleminderit shumë për gjitha këto informacione që ndatë me ne, ne shihemi në konvent. Edhe më zëpres me po adhe juve në konvent, edhe gjithë shikus mos të harrojnë me shfryzu atë dhuratën që kemë para po me 20% zbritje. Vetëm me të ashojnë, le të ashojnë në rjetët sociale, le të aplikojnë konventa edhe suksesu qëllimit, telegrafi edhe automatikisht ka me përfitu nga kjo. Faleminderit Denis. Faleminderit.